Falenderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat I dërguar Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të rua vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës të cikli ligjëratave komentimi tematik I Kur'anit famlar. Konkretisht jemi në surën Al-Asr, ku jemi duke komentu ke sure në mënyrë tematike, pak më detajzuar se zakonisht, me të vetmin qëllim që mos me humb atë begati të madhe që e ka sureja në vete, dhe se në begatia ka dhënë Allahu Azza wa Jall për shkak se është në dukje shumë e shkurtur dhe lehtë është për të mësuar, mirë por në vete ngërthen mësime dhe porosi madhështore. Jemi edhe më tej edhe sonde tek pjesa e ajetit illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, që nëse na propon koha pasaj sartojmë wa amin salihat e ata që kanë bërë punë të mira, do ta shohim se çka është në Islam, do thotë puna e mirë. Pastaj do të shohim, do thotë se çuçi që ka përmend Allahu Azza wa Jall Kur'anin famlar, imanin edhe punën e mirë. Do thotë se shumë vende është përmend imani, pastaj ka puna e mirë, për të treguar që pa iman nuk pranohet puna e mirë dhe për të treguar që imani nuk mbahet ndryshe vetëm me punë të mira e pastaj fritet e punës së mirë dhe gjërat e tjera. Jemi në pjesën e ajetit illa alladhina amanu, përveç atyre që kanë besuar, dhe jemi në kushtin e fundit të imanit, besimit, që është nga gjërat e rëndësishme, në të cilin kusht realisht kanë deviju shumë grupe në të kaluarën, kanë thik njerëz, do thotë nga ky kusht, për shkak se ky kusht do thotë njëkohësisht lidhet edhe me besimin në Allahun Azza wa Jall. E kushti në fjalë është el-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi. Imani, besimi në kaderin, do thotë qoftë, do thotë diçka që është e këndshme e mirë apo diçka që nuk është e mirë dhe që është e hidhur. Imani, do thotë besimi në kaderin e Allahut Azza wa Jall përfshin, do thotë katër gjëra apo është katër shkollë, por do thotë të besosh në detaje, pa pikë dyshimi, në çdo gjë që e ka caktuar Allahu Azza wa Jall, dhe se nuk bën vaki në këtë rrugë të kësaj në këtë qiell me ndodh diçka pa caktuar Zoti xhallahu ala. Nga se na dim që Allahu Azza wa Jall gjën e parë që ka kriju, do thotë nga gjësendet është lapsi. Edhe Zoti xhallahu ala ka thënë lapsit uktub, shkruaj. Lapsi ka thënë ya rabbana uktub, o Allah çka shkruaj, uktub maqadir al-khalaiqa ila yawm al-qiyamah. Shkruaj, do thotë caktimet e krijesave deri ditën e gjykimit. Ndërsa në një hadith tjetër ka ardhur të vërtetë që Allahu 50.000 vjet pas se krijuar qiellin dhe tokën, do të ka caktuar çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Çështja që I përfshin besimin në kaderin e Allahut Azza wa Jall në një është el-ilmu, do thotë dituria dhe o manaha, kuptimi I saj. Që do thotë të besosh, do thotë pa pikë dyshimi se Allahu Azza wa Jall ka caktuar çdo gjë dhe din çdo gjë në përpikmëri, në detaje, qoftë ajo çështje e fshehur apo qoftë ajo çështje do thotë që është e dukshme. Nga se për Allahun Azza wa Jall nuk ka diçka të fshehtë. Por Allahu Azza wa Jall ka cek formën fshehur në Kur'anin famlar për ta ilustruar dhe për ta kuptuar më lehtë krijesat. Po ndryshe, por Allahu Azza wa Jall do thotë edhe e fshehta, edhe e dukshmja janë të njëjta. Për të thënë Allahu shpesh në Kur'an ka thonë alimul ghaibi wash-shahada, ai I cili e din, do thotë gajbin të fshehtën atë që është e dukshme. Allahu alam ka thënë lemoja I ka dhënë për pasit të fshehtës për ta zgjuar kuriozitetin e logjikës njerëzore, nga se njerëzit zakonisht kur flet dikush e poshtë ato e poshtë, thonë që kjo është e dukshme, krejt e kanë vrejë, nuk është diçka që nuk dihet. Mirë, po kur thonë se e kam një sekret, e dini diçka që është e fshehtë më herë, zgjohet kurrësia njerëzore për të ditë se çfarë lajmi na shëndet atje, çka pas ka po ki diçka që na s'kena po. Ajo për Allahun do thotë që është e njëjtë, dhe çdo gjë është e lehtë subhanahu wa taala, nga sa ajo është I gjithdijshëm subhanahu wa taala. Argumente plot. Para se me bëjë argumentet, filozofët janë munduar që mja pështjellë njerëzve besimin. Çka kanë thonë? Kanë thonë që Zoti smiret me gjërat kota. Qysh kota? Për imcina, a kesh una, s'kesh, a kaj una, s'kaj, a vjedh një paqet fara, se vjedh. Këto janë gjërat të imta. Ana e dim që Allahu Azza wa Jall edhe veprimet e kafshëve, vdekjen e tyre, lindjen e tyre, veprimet e tyre, gjestet e tyre, të gjitha I ka ditë Allahu Azza wa Jall para se me kriju qiellin dhe tokën dhe I ka ditë në detaje. Do thotë tani pse filozofët do thotë e kanë mohuar një gjë të tillë. Gjithashtu e ka ditë Allahu Azza wa Jall që nga krijimi I kësaj toke
çka ka ditë? E ka caktuar dhe ka ditë që sa pika shi kanë marrë. Sa duhet vijnë vrancina, sa duhet vjen murmurima. Pa lejen e Allahut dhe nuk ka marrë një pikë shiu. E ditë Allahu ka ditë sakt se sa pikë shiu kanë marrë. Ja ashtu Allahu e ka ditë dhe e din, do thotë çdo gjë që saqë edhe pema çka ka, do thotë fleta në te, edhe pema, edhe fleta Allahu ndërrof nuk flet, nuk vjen pa lejen e Zotit. E dyta, se çdo pemë dhe çdo fletë që vjen nga pema apo zverdh apo vjen pa u zverdhur, atë e ka ditë Allahu Azza wa Jall. Për dashu Allahu ka thënë: "O kana Allahu bi kulli shay'in alima." Dhe Allahu ka qenë dhe është i gjithdijshëm për çdo gjë subhanahu wa taala. Gjithashtu në surën Luqman ka fundi sa ka thonë: "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Nuk bën vaki asnjë gjë femara pa ditë Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na ka treguar që kur na kanë nxjerr nga barku i nanës, Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Në surën Ibrahim, Allahu ka nxjerr nga barku i nanëve. Çka ka nxjerr? Shkencëtar, hafiza, dietar ju kanë nxjerr dhe i keni nikon zero. La ta'lamuna shay'a, hiç kujdes keni ditë. As me lëvit gishës këtë ditë, as me çu sytë nanës këtë ditë, as me undar me koncentruar ka po fol dikos këtë ditë. Kush e ka mësuar këto? Allahu Azza wa Jall. Andaj wajala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Do thotë Allahu ja ka dhënë këto elemente, këto elemente ta mësojnë ti çka, bëafsu, me marr dije, me aleikum selam, me dëgju diçka, me pa diçka. Këto elemente janë që njeriu do thotë ka pas nevojë për tu afsu. Allahu Azza nuk ka pas nevojë, nuk ka nevojë për asgjë subhanahu wa ta'ala nga se wa indahum mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Allahu ka çetat e fshësive, që ato çetat nuk i din askush posa ti xhallahu ala. Gjithashtu el-kitabatu wa manaha. Është çështja e dytë që përfshin besimin e ka dhënë Allahu Azza wa shkrimi dhe kuptimi i shkrimit, që do thotë besosh pa luhat shumë, pa pikë shybe, se çdo gjë që ka ndodhur, çdo gjë që ka më ndodhur, ka qenë dhe është e evidentuar me precizitetin më të madh nga Allahu Azza wa Jall. Për arsye njerëzit të cilët kanë bërë zullum, shpresojnë që ka me ikë diçka pa u potencuar në gjykimit. Allahu thotë në surën Kaf: "Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Fa Allahu Azza wa Jall wa wudi'a al-kitab, dhe vendoset libri. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Edhe nëse i shikon kriminalët, zullumçarët, thot mushfiqina mimma fihi, janë kurreshtar me ditë se çka kanë to. Ata po asnjë diçka kanë bërë, po jo kurreshtar, apo mos ka diçka çka pa shënuar. Ai në vallë nxënësit që janë dembela, nxënësit të cilët kanë ikë për orë mësimit ku janë fundi, do thot kur e shohin ditorën e profesorit, apo mos ka ardhur diçka pa çit vletore me çit to. Edhe tha Allahu zot gjëra të tilla po ka. Edhe çka ويقولون ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. Pastaj kur e marrin vesh, kur e shohin se çka ka libër, thonë çka puna me këtë libër. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nuk bëva ki me mungu diçka as e madhe as e vogël që mos më konte. Wa wajadu ma amilu hadira. Këj para vetit kanë me gjetë prezent. Wala yadhlimu rabbuka ahada, nga se Zoti nuk i bën dëm askujt. Andaj ne besoj që s'ka shans, do thotë, me ndodh diçka, lindje, vdekje, pastaj sëmundje, shërim, punësim, lërgim nga puna, martes, divorc, sëmundje e fëmijës, vdekje e vladit, vdekje e punës shpejt, vdekje e kafshës, vdekje e çdo gjë. Pa qenë e shkruar. Argumente plot. Tha Allahu Azza wa Jall: "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin, inna dhalika Allahu yasir." A nuk e din o ti njeri, o ti insan, sa Allahu Azza wa Jall din çdo gjë çka ka në qiell në tokë dhe çka ndodh te, do thot pastaj tha inna dhalika fi kitab. Dhe këto janë te një libër. Kush është ai libër? Libri Lauhi Mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir. E për Allahin një gjë tjetër është lehtë. Ma asaba min musibatin fi al-ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika ala Allah yasir. Nuk von vaki kur gjë më ndodh as tokë as në vetën tuaj, e që të mos regjistruar, të regjistruar në librin Lauhi Mahfuz. E për Allahun çdo gjë është e lehtë. Pastaj hadithi i radhës Imran ibn Husajni, lidhur me këtë kontekst, thot hadithin, thot radiyallahu anhu, kana Allahu wa lam yakun lahu wa lam yakun qablahu shay, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', thumma khalaqa as-samawati wal-ard wa kataba fi adh-dhikri kull shay.
Tha Allahu azza ka qenë dhe nuk ka qenë asgjë dhe nuk ka qenë kërkush para Allahut azza wa jall. Dhe arshi i tij ka qenë mbi ujë. Pastaj Allahu ka krijuar qejt edhe tokën dhe ka shënuar çdo gjë në libër. Shkolla e tretë është apo çështja e tretë është el mashia. Do thotë dëshira e Allahut dhe vullneti i Allahut azza wa jall. Të besosh pa lohatshëm që çdo gjë çka ndodh në këtë qiell ndodh me vullnetin e Zotit xhallahu ala. Dhe normalisht dikush mundet me pyetje, dhe shpesh njerëzit, sidomos filozofët, kanë prek si tema ndihshme, edhe kanë thonë mirë, po thoni ju e treta el mashia, dëshira dhe vullneti i Allahut me ndodh çdo gjë. Dhe nuk ndodh asgjë pa vullnetin e Allahut azza wa jall. Ata çka dojnë me sulmu Islamin. Çka thonë? Mirë, e çish po lej ka Zoti u masakru fëmijët në Palestinë. Çish po lej ka Zoti, çish u bashkashkuni diçka që është e keqe. Na thamë që besimin e kader që është e mirë edhe e keqe, e jetë edhe e pranueshme edhe e mirë. Mirë po pejgamberi ka thonë, "O sherru laysa ilayk." Sherri nuk është prej teje ja Rabbul Alamin. Po Allahu ka caktuar të keqen. Edhe sherrin, po do thotë jo që Zoti xhallahu ala, do thotë ka dashur me ndonjë njerëz, por me bë dallimin e të mirët edhe të keqit. Normalisht kjo ndodh me vullnetin e Allahut azza wa jall dhe asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut azza wa jall. Pastaj ja drejton njerëz të smutit. Ata që kanë sjellë zakonisht edhe thonë qysh pele Zoti si ribaskën me ndëntu mua. Ai pe din që unë s'pa pavuj. Që Zoti po toleron ato. Ai është kështu, asaj pijek mira, asaj pijek kështu. Këto këto gjëra janë para gjykime dhe janë edukate ulë raport me Allahun azza wa jall. Më së pari ku më ditë sa me hek, do të më tar marrë, me çu kokën lart edhe me thonë o Zot, jam të hek. Apo edhe me thonë Allah, çka të ndodh më kjo. Zoti na voj. Andaj Zoti kjo do asron. Po na besojmë fuqishëm, padyshim asnjëherë të luhatshëm se çdo gjë ndodh me vullnetin e Allahut azza wa jall, dhe gjërat i ka caktuar Allahu kanë të hidhura për të na provuar neve besimin dhe jo që e keqja i veshët atij xhallahu ala. Gjithashtu Allahu azza wa jall ka treguar që Zoti xhallahu ala ka njerë dhe i lënë edhe armiqt me të bëu dëm. Ata me ashtu dënimin ty me të pastru edhe me shpërblim. Argument tha Zoti xhallahu ala: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Allahu thotë çdo pejgamberi kemi bërë armik për shejtanëve dhe për njerëzve që bashkëpunojnë me një tjetrin, i japin lajme zakonisht si ribaskët dhe si ribazët me shejtan. Pastaj dha wala sha'a rabbuka ma fa'alu. Mos e pas doshta Zoti a kishte ndodhur kim diskutim se kishte ndodhur. Po Allahu i lën me ashtu të keqën dënimin dhe normalisht me ashtu dënimin nesër ditën e gjykimit. Për atë arsye Allahu azza fa wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Nuk ndodh asgjë, as fortifikat në fe, as lejtitje nga feja pos me dëshirën e Allahut azza wa jall. E pse me dëshirën e Zotit xhallahu ala? Për shkak se ai e din se na meritojmë dënimin ajo. Fa Allahu azza wa jall wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allahu azza wa jall është më i miri për juve se e di më i miri për juve se kush e meriton dënimin e kush udhimin. Pastaj el khalq, besos që Allahu azza wa jall ka krijuar çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Do thotë ka krijuar Zoti xhallahu ala shejtanin, iblisin. Allahu azza wa jall ka krijuar të mirën edhe të keqen. Dhe thonë që e keqja nuk i vesh atij, por ka krijuar që me kuptuar dhe me i dhon kuptim real, do thotë të mirës. Se më paskon këtë mira, do thotë nuk i shpasë sa kuptimin e duhur e mira. Për të krijuar do thotë për të dhënë të mirës ai kandilin e dëgjues edhe mira, e ka krijuar Zoti xhallahu ala edhe të keqen. Pra po mos i shkon nata, do thotë nuk i shvej dita. Ku vjen nata, ku shkush pa dita hupet. Andaj që thotë Zoti xhallahu ala i ka krijuar gjërat për t'ia dhënë kuptimin, do thotë njerëz prej gjërave. Që ashtu Zoti xhallahu ala ka krijuar të keqen rastësore dhe keqja nuk i vesh atij, por Allahu ka krijuar të keqen për të sprovuar njerëzit. Cila është prova më e madhe? Edhe armiku më i madh njeriu, krijimi i shejtanit më vonë. Pastaj sprova e dëgjove, pastaj sprova grave, sprova dunjas, vin merren sprovat. Protesi Allahu tha inna shaytana lakum në surën Fatir aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani mallkur është armik i përbetuar juaj, andaj trajtojeni atë si armik. A trajton njerëzit shejtanin si armik? Pak për atë e kuptojnë këtë meselë. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është ai që ka krijuar çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Çështja e Allahut është që tham në ajet wa aminus salihat. Dhe kjo është pjesa tjetër e ajetit, dhe ata që bojnë të mirë, punë të mira. Dhe normalisht puna e mirë në fenë Allahut azza wa jall, do thotë ka pozitë lart. Dhe pa punë të mirë, do thotë pa amel salih, është e pamundur me qenë të qëndrueshëm imani besimin, dhe është e pamundur me pas njëri
përfundim të mirë. Për të arsye, dietarët e lecionit ka thonë që ai i cili hyn në Islam, edhe nuk e mbush me bagazh me punë të mira, do thotë imanin, besimin, i ka dy rreziqe. Rreziqi i parë është në fillim, se njëri ka nevojë me ushqim, ashtu edhe imani ka nevojë me ushqim. Pastaj edhe në përfundim, se largimi nga punët e mira, sidomos ka përfundimi i jetës, është sinjal që Allahu azza nuk do ty me të pa në xhenet, apo Allahu azza do thotë nuk do që ti me hinë në xhenet, do thotë pa u dënuar. Në librin e Allahut azza wa jall, thamë që e gjejmë shpeshherë imanin, besimin të përmendur bashkë. Kanali i gjejmë të ndarë. Dhe normalisht kjo përmendje e shpesht illa alladhina amanu wa amilus salihat, për vetë atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, jep me kuptu disa kuptime esenciale. Kuptimi i parë ka thonë ulemaja, Allahu na jep me kuptu dhe na bën me dije që pa iman besim kot lodhesh me bumir. Qysh për shembull kot lodhesh me bumir, o fjala me kanton me ahiretit. Për shembull ka mundsi dikush na thonë ne po shkojmë haxha pas musliman. Ai mund të shku si mushutit apo senal, edhe nuk lejohet hyja në haram, por kur nuk e marr sevapin e haxhit. Çka do të bëjë ne, do të thonë shaka pa çeta. E dyta ka thonë ulemaja, kush harron veprën e mirë, e harron imani besimi. Që do thotë, as më i lartë dhe si gjatë imani besimi, as më afër pranimi vepra të Allahu azza wa jalla. Argument ka Zoti xhelalu ala, inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu i pranon punë të mira vetëm prej njerëzve të devotshëm. Kuptimi i tretë ka thonë ulemaja, ka ardhur amanu wa amilus salihat, do thotë kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, që nënkupton që imani besimi pa tjetër duhet me pas punë mira për të qenë i çuditshëm edhe për të qenë do thotë stabil. Në këtë lloj stabil e pastaj bëhet tjetër të shpëtu nga zjarmi i xhenemit. Interesant, kanë herë do të shohni tash, ka ardhur imani besimi me potencim jo punë të mira, ka me disa punë të caktuara. Që do thotë Allahu ka dhënë dy përgjigje. Përgjigjja e parë, njerëz të rëndom që kanë iman, e ruajnë imanin me vëllai punë. Kush janë njerëz të tjerë të veçantë, janë ata që i bojnë disa punë të veçanta. Kush është puna e veçantë që ta rrezikon ty imanin nëse le ato namaz. E punë të mira tjetër, dhikri tjetër, ata prishin imanin, sa prishin e dobësojnë. Ama si namazi që e hub se hub. Por asoj ka potencial disa punë tjera siç është namazi zakat. Çështja e parë është, ka thonë moja marratan yuzkaru ma'u al-iman. Kanë herë ka ardhur apo shpesh në Kur'an që me njëherë pas imanit, besimit ka ardhur, do thotë puna e mirë. Apo para saj ka ardhur imani. Tha Allahu illa alladhina amanu wa amilus salihat. Shoh në surën Al-Asr, për ato që kanë besuar dhe kanë bërë punë mira. Pastaj në surën Al-Kahf, inna alladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Ata që besojnë edhe bojnë punë mira, ata kanë xhenetin në banim të Allahut azza wa jall. Gjithashtu dietarët kanë thonë që Allahu azza wa jall i ka dhënë përparësi imanit para punëve të mira për të treguar që të gjitha punët e mira që i bën njeriu në këtë botë pozë tjetër i bën plur dhe i. Për shkak se ka dhënë njëri me shirk apo nuk ka pas iman besim. Argument tha Allahu azza wa jall, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Nëse i bën shirk Allahu azza wa jall kanë uazgjesu punët tua të mira, edhe kemë qenë prej të bankrotuarve. Gjithashtu kanë thënë dietarët, kanë herë para punës mirë ka ardhur sabri. Illa alladhina sabaru wa amilus salihat. Për ato që kanë bërë sabër dhe kanë bërë punë mira. Dhe dietarët kanë thonë, pse ka ardhur sabër, s'ka ardhur iman? Kthej punë i ka dhënë përgjigje kush i ka dhënë? Abdullah ibn Mas'udi. Ka thonë, do thotë besimi, imani i ka dy shkallë, dy krah. Dhe sa përmendën njëja është për qëllim imani. Sa përmendën tjetra është për qëllim imani. Cila është qëllimi ato dy krah? Ngjatë sabri, kjo është falënderimi. El-imanu nisfan. Nisfuhu as-sabr, nisfuhu ash-shukr, ka thonë Abdullah ibn Mas'udi. Imani është dy pjesë. Pjesa e parë është sabër, pjesa e dytë është shukr, falënderim. Nëse këto dy çështje që në Kur'an shpesh herë aludohet te imani, besimi dhe këtu është përmend illa alladhina sabaru wa amilus salihat. Ata të cilët kanë bërë sabër dhe kanë bërë punë mira. Kjo ka dy kuptime. Kuptimi i parë është aludimi që ai i cili ka sabër mund të bëjë punë mira. Për shembull, magjuru dhe ditët e dhëhijës, kush e bën? Ai i cili ka sabër. A mund të njëri me pas sabër se s'ka iman? Rrallë, s'ka hiç. Andaj imani sabër pastaj vjen puna mirë. Do thotë secila e sjell frytin e tjetrës. Kanë herë Allahu azza wa jall e ka përdor punën e mirë, do thotë duke aluduar në ndalim nga shirku. Për shembull në surën Kahf tha: "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada."
kush e synon takimin me Allahun azza wajal, le të bëjë punë të mira edhe mos i bëjë shirk Allahut azza wajal. Kanëherë ka ardhur potencimi i imanit, besimit me punë të mira, po Allahu azza wajal ka thonë amenu wa amilu salihat, dhe ka thonë wa aqamu s-salata wa atu z-zakat. E këto është një usi tjetër. Në surën Al-Baqara Allahu thot ata të cilët ka bërë punë të mira, kanë besuar falni, edhe ka bërë punë të mira, çka thonë wa aqamu s-salata wa atu z-zakat. Edhe e kanë fal namazin që duhet edhe kanë dhënë zakatin. Këtu e ka përmend këtë formë, në këtë formë ka përmend për dy arsye. E pasojë apo është e potencuar në ajet. Lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ai i cili ka iman, bën punë të llojeve të mira, po i rrit ndikat, i bën kujdes namazit dhe zakatit, dy gjërave, për ta ka vende special në xhenet, edhe nuk ka për ta frikas, nuk ka pikëllën. Kjo është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë ka thonë lemaja. Allahu e di më së miri, Zoti xhelalu ala ka thonë ata që kanë besuar dhe ka bërë punë të mira, në klapa, sikur ka dashur me thonë Zoti mbas imanit, këto dy punë mos i ndroni me asgjë. Kush janë ato? Qëndrim namazi edhe zakati. Se kur bën hajgjuar me këtë punë, ka mundësi me dalë fesë. Por arsye, e më vjen dhe kanë po njerëz që pas dekës pejgamberit po lohatën zakat, jo e jap pjesë e jap se pejgamberi gjallë ka thonë, pasha Allah ai cili bën dallim me zakatit dhe namazit ku me luftu. Deri kur? Derisa të japin njerëzit zakatin shtetit islam. Gjithashtu është përmendur do thotë vepra mirë me iman besim dhe normalisht është përmend kanë thënë ulemaja duke aluduar në sabër. Do thotë edhe duke aluduar në sinqeritet. Për shembull, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa." Nuk kanë urdhëruar tjetër përveç se ma adhuru Allah me sinqeritet. Kush është sinqeritet? Është imani besimi. E hunafa çka është? Hunafa është natyrshmëria pas Islamit. Që do thotë njerëzit mos më kanë nxitjet për shirk. Po i vetari njerëzit do thotë do të kishin qenë natyrshëm musliman, nga sepse për dy arsye. Ka linë natyrshmëri pas Islamit. E dyta, vet logjika është ndosh natyrshëm, edhe që ka një krijues e nuk shon madhru puta edhe idhuj. Gjithashtu ka ardhur përmendja veprës së mirë, do thotë edhe imanin besimit, edhe me iman besim për të treguar, do thotë se këto dy gjëra, do thotë janë dy elemente pa të cilat nuk shpëton njëri ditën e gjykimit. Ndërsa e parafundit kanë thonë ulemaja ka ardhur taratan li bayani jazai al-husna. Ata të cilët do thotë besojnë edhe punë mirë, bëjnë punë mira, i ka potencuar Allahu për të treguar që për ta ka shpërblim të mirë. Argument alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husna ma'ab. Ata që kanë bërë punë mira, e kanë besuar dhe kanë bërë punë mira ka për ta, për ekzempl, lumt ta për vete, edhe ata kanë qëndrim të mirë nëse ditën e gjykimit. Gjithashtu Allahu azza e ka përmend imanin, besimin, edhe dy forma, edhe arsye, do thotë e tjera. E para për tyre është li bayani naf'ihi al-insan fi akhiratihi. Për të treguar që o insan, rriçë ndryshëm besimtar, bën punë mira se kemi apo hajin, që saj nesër kur të takojmë Allahun azza wajal. Zoti xhelalu ala rasul Nahl, "Man 'amila salihan minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun." Çto është i vetmi vend Kur'an që ka ardhur vepra para kujt? Para imanit, besimit. "Man 'amila salihan minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Kush për juve bën punë të mira, duke qenë qof mashkull ose femër, duke qenë besimtar. Pastaj çka? "Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Aty ne kemi ndavon një jetë mirë, e ditën e gjykimit kemi me shpërblim të madh. Gjithashtu ka thonë ulemaja ka ardhur taratan li bayani anna Allah la yudhi'u ajrahu. Allah ka përmend imanin, besimin me veprën për të treguar që këto janë dy vepra, apo kush i ka këto dyja, Allahu nuk ja humb sevapin ditë e gjykimit. Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ata që kanë besuar Allah dhe bën punë mira, na nuk ja humbni mundin atij që bën punë mira. Nësa fundit taratan li bayani annahu sababun li takfiri sayyi'at. Allahu azza e ka thënë që ka ardhur imani, besimi, pastaj vepra mirë për të treguar që ty njerëzve Allahu ja zhduk këtë punë të këqija. Për shembull, ka ardhur një episodive edhe ka pas derti, ka thonë ja Rasulullah, unë kom qenë para Islamit, këto e kom bo, do thotë zina dhe kështu më radhë, atëherë pejgamberi tha, Islami e falë kalon. I tha ja Rasulullah, kom bo këto. Ka thonë, i tha pejgamberi el-Islamu yajubu ma qablu. Ala ta'lam,
A nuk e din që Islami është në kaluar krejt është një. Edhe e dyta, do thotë e para në këtë kontekst, e dyta argument Allahu azza wa ka thonë inna alladhina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Me vërtet ata që ka bëu punë të mira, edhe do thotë kanë besuar dhe ka bëu punë të mira, aty ne kemi afër gjinot edhe kemi përgatitur vende të mira në ditën e gjykimit. Mirë, po çka është vepra mirë? Vepra mirë ka tre kushte në Islam. E para është e yakuna mutabiqan lima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo vepër të jetë në përputhje me atë me të cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sa ai më së miri ka ditë se si adhurohet Zoti xhelle wala. Andaj çdo gjë që bie ndesh me këtë çështje nuk është vepër e mirë. E yakuna al-amilu mukhlisan fi amalihi fi ma baynahu wa bayna Allah. Do thotë nuk ka njeri që bën punë të mira, nuk ka sinqert mes kujt, mes tij dhe Allahut azza wa jall. Zoti xhelle wala kur ka përshkruar njerëz të sinqert ka thonë: "Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlisan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin." Thuaj, Allahu më ka urdhëruar që ta adhuroj Allahun me një adhurim sinqert, edhe të jemi parë prej muslimanëve. Andaj, do thotë Zoti ka urdhëruar shumë me adhuru Zotin xhela wala. Edhe treta është e yakuna hadha al-amal, që të jetë kjo vepër, do thonë përputhje me akiden edhe besimin e shëndosh të personit në fjalë. Ndërsa mesela e fundit për sonte është dobit e frutit e punëve të mira e pastaj, do thotë gjëra që i prishin punë të mira. Do të dy mesela që do thotë kanë bënë në punë të mira, pastaj kalojmë tek mesela apo ajeti tjetër apo pjesa e ajetit wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqq. Ata që e këshillojnë një tjetrin me bua sabër edhe me pasu hakun dhe vërtetën. E para prej fryteve të punëve të mira është el barakatu fil umur. Allahu azza wa jall i jep bereqet njerit në jetën e përditshme. Argument ka thënë Zoti xhela wala: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Nëse banorët e fshatrave dhe qyteteve kishin me besu, edhe me qenë devotshëm ndaj Zotit apo me pas respekt Zotit, lafatahna alayhim barakatin min as-sama'. Kishin me aqil depot e qeve dhe tokës, do thotë Allah do t'i jep të shi edhe bereqet nga toka. E dyta prej fryteve është el amnu min al khawfi wal ju'. Allahu azza wa jalla atyre njerëzve, asaj familje, atij fshati, atij qyteti, atij shteti që ka njerëz që angazhohen në punë mira, Allahu i jep siguri nga frika, nga uria dhe nga kushtet e armiqve. Argument tha Zoti xhelle wala: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allahu o ju njerëz, ju asel juve shembullin e një fshati, i cili fshat ka qenë i qetë, i ka ardhur ushqimi nga çdo porë dhe cep i vendit të tyre, por fa kafarat bi an'amillah, ata i ndalën punë të mira dhe i mohun të mira të Allahut azza wa jall, fa adaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Si dënim Allahu i anveshë atyre frikën edhe urin për shkak të gjunave që ata i kanë bërë. Gjithashtu Allahu azza wa jall ja mundson atyre që punojnë punë mira në jetë këndshme. Zoti xhelalu ala i ruan ata, dhe normalisht ata kanë pas siguri, do thotë, edhe për ta edhe për familjen e tyre, shëdim me rastin e atyre fëmijëve, do thotë në surën Kaf. Dhe këtu Allahu azza wa jall ata që bëjnë punë mira, Zoti xhelalu ala ka më lehtësu punën. Allahu ka më lehtësu vështirësitë, ka më aqel dy të mbyllura. Ka thënë Zoti xhelalu ala: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ai cili i frikësohet Allahu të thotë që frika e Zotit dhe bashkëria është punë e mirë, për punë më të mira, Allahu i bën rrugdalje edhe furnizon nga nuk e pret. Gjithashtu ai i cili bën punë të mira, Allahu azza wa jall ja mëson atij që me qenë zemra e tij e lidhur me Zotin xhelalu ala, edhe Allahu i premton kësaj zemre qetësi, i premton udhëzim, nga sa Allahu ka premtuar gjë të tilla. Fa Zoti xhelalu ala: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Ai i cili beson Allahu azza wa jall si duhet, Allahu i udhëzon zemrën e tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala njerëzve të tillë i jep ndryshim në fytyrë, siç ka thënë Zoti: "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Ata kanë ndryshim në fytyrët e tyre për shkak se i bojnë sejdë Allahut azza wa jall, normalisht sejdja është prej punëve më të mira që i bën robi raport me Zotin xhelalu ala. Allahu i jep autoritet edhe i jep krenari njerëzve që bojnë punë të mira. Njerëzit më krenar
janë ata që mirën me bamirësi, janë ata që mirën me aktivitete, janë ata që mirën me punë të mira. Ata njerëz kanë autoritet të njerëzit, të zemrat e tyre. Ata njerëz kanë vend në zemrat e njerëzve. Dhe kush e bën një gjë të tillë, e bën puna mirë, e pastaj normalisht e bën suksesi që vjen nga Zoti xhelle uala. Gjithashtu njerëzit që bojnë punë mira për fryteve, ka thonë ulemoja, është se njeri i cili bën punë të mira, është ai i cili thotë Allahu e krahason, sikurse fjala mirë. Ilehi yas'adul kalimu tayyibu yarfa'u. Thotë te Allahu ngritet, thotë fjala mirë edhe puna e mirë. Do thotë punë të mira ngritën te Zoti xhelle uala. Allahu azza wa jall njerëzit që bojnë punë të mira nuk ja çon mundin poshtë, as këtë botë, as botën tjetër. Çka i bën atyre? I jep siguri. S'ka frikë për ta, edhe Allah e forcon. Argument tha Zoti xhelle uala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah i forcon besimtarët punën mirë me fjalën e vërtetë këtë botë dhe botën tjetër. Fjala e vërtetë është la ilaha illallah, këtë botë është momenti kur del shpirti, nësa botën tjetër kur melekët vinë e pyesin. Pastaj siguria edhe do thotë mospasja e frikës, argument innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata që besojnë Allahu azza wa jall, edhe pastaj nuk lohaten nga ky besim, qëndrojnë stoik, bojnë punë të mira, atyre u zbesin melaiket dhe u thonë atyre nuk ka frikë as për juve, por ka përgëzim nga Zoti xhelle uala. Ata që bojnë punë të mira, ata kanë me qenë njerëz që me ta kanë me qenë të shoqëruar pejgamberët e Allahut, dëshmorët dhe njerëz të mirë. O me yuti Allahu wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah. Ata që i binin Allahut dhe bojnë punë të mira, i binin pejgamberit dhe bojnë punë të mira, kanë me qenë njerëz të gjykimit me ata që Allahu i ka begatuar me të mira. Pejgamberët, dëshmorët, njerëz të sinqertë, njerëz e mirë. وحسن أولئك رفيقا sa shoqëri e mirë është kjo, ذلك الفضل من الله, e kjo është begati që Allahu azza nuk e jep askujt posa atyre që besojnë edhe bojnë punë të mira. Normalisht ai cili do thotë bën punë të mira ka me fitu, do thotë hijen në arshin e Allahut azza e dini hadithin, do thotë që ka thonë pejgamberi 7 grupe do të jenë në hijen e Zotit xhela wala. Ai cili bën punë të mira ka me pas normalisht mizanin e lehtë dhe ka me pas, do thotë, fjala mizon e lehtë, ka punë të këqija, ka punë të mira. Mizon e rëndë ka me kalu ulën e siratit, me kandil ndriçues dhe ka me kalu formën edhe më të mirën, do thotë, më të lehtë të mundshme. Gjithashtu, prej çështjeve që i kanë thënë dietarët, do thotë ka të tjera, po du me cek me thënë në fundit është nawaqid amal salih. Ai kjo është nga më të rëndësishmet, gjëra që i prishin punë të mira. Njerëzit nuk duhet me qenë do thotë sikur sa ato gratë të cilët përpara kanë qep, kanë marrë lekë të leshtë, do thotë kanë marrë çorape me pej dhe kur dikush e ka kritikuar apo i ka rapi shmon pse e bona kështu, pse e bona me të bardh, komplet ka bërë ka shprish. Thotë që ka marrë një muaj ka shprish. Andaj sa njeri punë të mira ja jep dikujt duke përgoju. Sa njeri punë të mira duke dikujt duke shpif. Sa njeri është lodh me vite të tëra, realisht ka punu për dikën tjetër, atë në gjykime deri bankroton. Andaj ka gjëra të cilat këtë bagazh punë të mira që e ki bo, ose ti bojnë pluhur edhe hi, ose të mirën disa nga ato puna. E para për tyre e dini të gjithë është e shirkul as akbar. Dhe në shrekte le jahbaton me amru. Nëse bon, do thotë shirk madh, këtë punë të këqija, këtë punë të mira kanë më të u bë pluhur edhe hi. Të gjitha. Ndërsa të shirki i vogël, ka thonë ulemoja, yuhbitu al-amal alladhi fihi shirk. Ka me u prish vetëm ajo punë që ka në to shirk të vogël. Fakat, vetëm, për shembull, dietarë ka thonë që nëse njëri bën shirk të vogël tu fal, çka do? Që të dyre kohët e para që i kanë shku, i ka falë çka do bën, prishte. Do të falë edhe 4 tjera për të llogarit. Pse ka bën shirk në çato punë? Ose për shembull ka nisë një projekt. Edhe me projekti i gatës afat gjatë 2 vjet, 1 vjet se ka bën shirk apo çka bëhet? Prishte punë, në ta maçë punë, jo këtë punë tjera. Nëse përmirësohet kthehet puna. Disa probleme ka thonë nëse njëri kthjellet edhe pendohet e shëron dikush, inshallah Zoti xhelora edhe punë me fjalë nuk ja çon mund të thotë hoç. Normalisht edhe kufri dhe ridde. Do thotë janë gjëra të cilat njerëzit të gjitha punët e mira që i ka bërë kalumën, Allahu na ruaj, do thotë ja hudhin poshtë edhe ja hudhin në humner që njerëz ka dhe vitin e gjykimit me shumë punë, sa kodrat e mëdha gjigante, por dikush për shkak se
nuk e ka madhru Allah, që ashtu që ka maritu Allah më madhru, nuk e ka trajtu Allah, që ka maritu Allah më trajtu, ose për shkak shirkut, ose për shkak kufrit, ose për shkak riddes, daljes nga Islami, ju kanë bë veprat plokur edhe hi. E lutem Allahun Azza që Allah na ruaj nga gjërat që i prishin punë të mira, për Zotin Allah që Allah na bëj prej vepërmirëve, për atyre që i bojnë punë me akide dhe me besim të shëndosh, i bojnë sinqerisht për Allahun Azza wa Jall, për Zotin Allah që tmetat edhe gabimet të na fal, nga se përkundër tmetave të shumta dhe gabimeve që i kemi, prapë na nuk e humbi shpresën e Allahut Azza wa Jall, nga se mëshira e tij është më e madhe se gabimet dhe tmetat tona, dhe falja e tij është më e madhe se tmetat dhe gabimet tona. Allahu na mëshiroft na fal, dhe na pranon punë të mira, Zoti shpëlbeft, alhamdulillahi rabbil alamin.